Po ta shikosh këtë gjithë kazin që ka kuptuar bota jashtë, çuditërisht nga bota e Taulandit apo të gjithë këtyre pjesëve të vendit, e kam parë se ku këtë kaz të bëj për avokatë e popullit, jo për arrestimin e zëvendës kryeministës. Domethënë, si ka mundësi më kjo botë e jashtë për kupto ka më shumë kauze se sa në Shqipëri. Si ka mundësi që shpërqendrohet çdo gjë dhe do të ulet sikur s'ka qenë, jo, më ajo ka qenë dhe din mirë gjithë për çka. Po ta shikosh ta flagadantë, po ti lexosh gjithë artikujt, dihet që është për korrupsionin zëvendës kryeministës. Kaq, e thjesht. Dhe është më e kthjellët bota se sa media këtu, çuditërisht. Nuk e di pse. Zoti Koreshi do vazhdoj i njëjti aksion opozitar, se me skandalet që ka qeveria duhet të hapni një fabrikë fishek zjarrësh dhe flagadanësh. Po nëse do vazhdoni me të njëjtat metoda. Do t'i referojmë një shprehje Pallati 176 thotë si do përshëndetin mërtitë. Si t'jetë vafti. Këtu nuk po kap skandali, nuk po kap vafti skandalin. Do thënë këtu drek ai skandal dark, deli Lirpolli me celularin, deli tjetri me këtë tjetri, deli ai tjetër gysi ja fut vrapit. Pra përpara kësaj situate edhe opozita ta bëjë si t'jetë vafti. Vakti. Vafti ose vakti që si dush qësoja, por unë mendoj që patjetër që opozita do të reagojë me gjithë forcën dhe sa kat, patjetër në forcën në agravacion të situatave përkatës, sepse ne nuk mund të bëjmë një protestë, bëjmë flagadan për avokatin e popullit, pavarësisht se kemi, po të keni procedurë, po të keni shtetë ligjore, procedurë parlamentare, avokati i popullit sot nuk ishte de facto. Do të thuash që ke dhënë firmë, patjetër. Te pjesa e kësjeruesi, por ashtu si që ka dhe shkon të rejsh në mënyrë ligjore. Dhe po të kishte i parlament dhe po të respektojsh rregullorin 172 ose çdo projekt vendim që të riqet para votimit bie. Pra, nuk ka një logjik parlamentare këtu. Tu shteti ka rënë, as pse nuk e do, beso me mua këtë avokat populli, të jesh i bindur, por nga ana tjetër e përdori vetëm sepse mori ajo fryma kundër ne firmtarëve, dhe kjo ka qenë e gjitha. Kjo ka qenë sot, nuk ka shans në një avokat populli për një figurë të se çfarë bëj. Avokati populli rrezon qeverinë, këtë gjë në një avokat populli që qeverinë, por kjo është bërë për atë çka ka ardhur në parlament për dosjen më të madhe të korrupsionit dhe për atë që ndodhi me Akshin, pra për gjithë ato që ka ndodhur vetë me Ramën. Nuk ka më dardha apo fish mas shpine, kjo është drejt për drejt brenda derës Ramës. Do ankoheni te avokati i popullit për atë që ndodhi sot në parlament? Po do të na puthi me mall nga larg dhe ne avokatët e popullit. Edhe ai ju puthi zoti Koreshi. Po mirë për që na kthejmë dhe ne puthje, kam qef të vi dhe njëra si Rama ta puthin dhe njëra në dy faqet. Po të vi herë afërt. Mundësisht na bëj dhe njëra të lloj puthje. Zoti Koreshi, opozita shpesh shihet si pjesë të njëjtës elitë që ka prodhuar zhgënjimi. Si do e provoni të kundërtën? Për t'i bindur qytetarët që të vinë në protestën e së hënës. Pra ky është një nga komentet më masive që shihet në rrjetet sociale kur bëhet thirrje për të protestuar ditën e hënë. Unë nuk do protestoj që të bëhet se mirë prap deputet apo të bëhet se mirë ministër. Po marr veten time dhe po flas vetes time këtu. Unë do protestoj për atë që është vjedhja më e madhe që është bërë ndonjëherë në Shqipëri. Nuk ka bërë vakin ndonjëherë që përveç se lekët që janë dhënë hallexhinëve, pra rrogave dhe pensioneve, pjesa tjetër është ndarë si me qenë gjeli detit. Pra, s'ka ngel as kockat për hallexhinët e për popullin, po për investimet e tjera, sepse realisht kaloi dikur ishte një famshme 10% quhesh dhe gjonim, kurse sot kanë krijuar gjithë këta, kanë krijuar vetë ato shoqëri tregtare, dalin këta natën gjumë magazinier, çajan karrocier, berber, gjithë dhe dalin me 0 lek, blen nga 3.000 me atë çështje që mund të jenë 70 milion euro, si porti Vlora, sa porti që kanë heq francezëve, për çka ka bërë Akshi, ka heq francezëve fishën. Që mos konkuronte ose mos dërgonte materiale që të skualifikohesh. Pra deri këtu kemi arritur, kështu që hapni syt, kjo është vjedhja më e madhe që ka ndodhur, nuk ka as film që ta përshkruaj këtë lloj tragjikomedie me lekët e shqiptarëve. Kështu që te kjo pjesë unë do dal për atë që ndjej. Po ndjen njerëzit më mirë të rrish shtëpi, s'ka asnjë problemi. Do zgjedhën ne këta kjo aeroporti i Vlorës kur të hapet, ikim dhe ne me notë, se ka ish raport për tik me notë. Qartë. Zoti Koreshi, ju falenderoj, nuk e di nëse keni një koment apo diçka për zotin Koreshi. Nëse keni, zoti Koreshi, shumë faleminderit. Respekte, gjithë mirë.